Termi telekomunikacion është shprehur për herë të parë para 150 viteve dhe si sferë bashkëkohore e informacionit është përdorur pas lëshimit të linjës së parë telegrafike në maj të vitit 1844. Në shekullin 21, përparimi i teknologjisë dhe informacionit është i jashtëzakonshëm dhe telekomunikacioni është i shtrirë në të gjitha sferat shoqërore. Profesori i Universitetit të Prizrenit Ukshin Hoti, Dr. Agon Koka, flet për telekomunikacionin si të nevojshëm për vendin tonë. Telekomunikacioni është ekskluzivisht ka të bëjë me transmetimin e informacionit në formë valore. Është praktikisht fushë e gjanë, është edhe në zhvillim e sipër, edhe me kalimin e kohës, domethënë investitorë të ndryshëm, filantropë të ndryshëm, siç është për shembull Elon Musk, me genialitetin e tij që ka investuar miliona, mos them se biliona, investime shumë të larta për avancimin e kësaj teknologjie. Përveç nevojës dhe avancimit, telekomunikacioni është bazë kryesore për ngritjen ekonomike, private dhe shtetërore. Ne kemi nevojë domethënë për laboratorë të telekomunikimit, laboratorë elektronike, ku ne pastaj jemi në gjendje të garojmë apo të jemi kompetent që themi se pastaj ne jemi kompetent, pastaj të arritim atë nivelin e kompetencës ku mund të them lirisht ne jemi pastaj në konferencë apo në sublimim në simultane me laboratorat apo me institute të tjera. Ndërkaq dita 17 majit shënohet si dita e ITU-s, e cila u vendos në Antalya të Turqisë, e cila bashkon dy ngjarje, ditën e telekomunikacionit dhe shoqërisë së informacionit.